Edhe një ndeshje karakterit të jesh apo të mos jesh, ose si kishin me thonë anglisht, win or go home, fito apo ec në shtëpi. Pamje fantastike e palestrës Minatori, adhurues të basketbollit, në platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do qeni duke na shiku këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojë tona etnike Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në këtë ambient fantastik basketbollistik të Minatorit të zjarrt. Mirë se erdhët në ndeshjen e 6 finalit të play-offit ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës, që sonte mund të vendos titullin. Aktualisht Trepça po udhëheq me rezultat 3-2 në seri dhe është vetëm një hap larg mbrojtjes së titullit kampionit. Për këto 5 vjet me 3 klube kosovare ka fituar 12 trofe deri tash. Beqir Agiqi, Myers futet në brendi, Kopsa te lufton me Myers, sa bukur atje, asiston në stilin e tij Myersi. Cotton përballë ka Max Smithin, luftojnë atje Kops dhe Myers. Ufa, çfarë blokade atje e Eric Kopsi definitivisht. Myers lëvizje bukur mashtruese e tij, hapi vazhdueshëm dhe realizon për 4-0. Zeqiri për Kopsin, Myers dhe Kops në postin e unë, luftojnë atje, Myers dhe Kops lanson dhe pikët e para për Bashkimin i realizon. Myers dhe Kops e ndihmon atje Max Smith, por është i pandanshëm sonte i disponuar. Griloni te kelle Cotton, dy lojtare mbrojtën Greenin, Kops edhe njëherë i hatashëm është Eric Kops. Edhe pikërisht minutazha që ju dha po e shfrytëzojnë më së miri në këto ndeshjet e fundit. Në anën tjetër deporton dhe realizon Michael Green, kundër sulmi shpejt, Greeni tjetër, ik edhe realizon përgjigjet. Çfarë loje, çfarë ritmi supersonik dhe atomik sonte në finalin e 6, 9-7. Dy Greenat, njëri kundër tjetrit, përgjigjet përsëri Greeni i gjelbër për 11-7. Jason Zeqiri në pozitën për të met parën, e lancoj dhe e qëlloj nga propa. Mushiqi tenton për 3 pik dhe përgjigjet në treshe me treshe. 10 sekonda për këtë sulm, Bunjaku dhe Green, pick and roll me Eric Kopsin. Bunjaku te Smithi, bukur atje Smith. O, sa bukur me akrobacion në ajr, unë dal, e ndroj dorën dhe realizoj. Topi hyn e den, nuk realizon. Greeni tjetër i Trepçës në kundërsul, e shet Driloni. Driloni tenton dhe treshen e realizon. Atmosfera në Minatori eksplodon. 18 me 12, kjo është e përsia më e lartë deri tash. Në anën tjetër, përgjigje me njëherë Green, ndihmon atje kapiti dhe kthehet te McKinnis, shikoni sa shpejt, po mbetet i vetmuar Altin Morina në kontaktin e tij të parë nga 2 treshe se cila skuadër. Green përsëri me treshen e tij. Fantastik Michael Green, 7 pikë të tij. Kthehen tani Morina me kapitin. Lëvizje bukure Michael Greenit, lojtarëve të Trepçës në këto qaste, e kthen te Williamsi, Bunjaku dhe Williams nuk e lëshon rastin. Me topi fundit 11 sekonda për sulmin e Bashkimit dhe posa hyri në lojë në kontaktin e parë, tentimin e parë, në fakt jo kontaktin e parë. Mushiqi për Myersin, i cili është kthyer në lojë dhe natyrisht tash kur luajnë Myers edhe McKinnis, Tuna është i vetmuar në anën tjetër, e merr topin, tenton, e pin një kafe edhe qëllon treshe. Tentimit Mushiqit për 3 pikë, nuk realizon, luftojnë atje, po Sammy Hunter është nën kosh dhe Green i krijon vetës hapësirë, por nuk gjuan. E jep tek Mushiqi në sekondën e fundit, tenton, por Myers e shpëton topin. Lufton atje McKinnis, sidoqoftë Tuna e shpëton, Green realizon. Myers, sa i shpejt është Myers, deporton, realizon, dalët në mënyrë të palijuar dhe thot, unë jam mbreti këtu. Green është pranë tij, pick and roll me Myersin, i cili deporton për mrekulli dhe pjesën e parë. Max Smith dhe Tuna sonte minutazh shumë ufa. Në anën tjetër, Mushiqi për mrekulli,
Deporton. Max Smith edhe njëherë tenton për treshe, kësaj rode nuk shënon, por aty në vend është McInnes. Edhe 8 sekonda për Tesun Williams i vetmuar dhe luftuan e gjetën pozitën dhe që shkon në 6 të ndeshje. Williams dhe Tuna. Williams tenton për 3 pik, nga distanca edhe njëherë. Reshja e tretë e ti. Cotton, Deporton, McInnes e ndalë në mënyrë të palejuar. McInnes, pick and roll atje, Morina, Deporton me tabel, realizon Mençur, pick and rollin dhe blokun e kapitit, vendos të Deporton deri në fund, tenton dhe në një mënyrë. Cotton bukur atje, për mrekulli, e shet të vetmuar. Dërsa Madut, ik në kundërsun dhe bum! Pa, çfar loje! Çfar pasimi, çfar asistimi Dardan Kapitit, e këtu duna munale Ulpiana. Lufton atje Artini me Drilonin. Driloni, çfar pozite, shënon Vilejsonin. Driloni për të rikthy 15+%. Në anën tjetër përgjigjet me njëherë Wendell Green, të shofim. Drilan Hajrizi në sekundë. Aj, Drilan Hajrizi. Subukur atje, Max Smith, Deporton, Driloni ishte ofër me gati u afroa saj e përsis maksimale prej +17 dhe topi shkon të Mushiqi tenton. Dhe tani edhe Mushiqi me treshe bombardon Williamsin. Green, bit Mushiqin tani edhe Wendell Green. Green dhe Zeqiri. Green tërhiqet prapa nga çfarë pozite. Presingi Kotonit ndaj tij. Sa bukur për mrekulli. Asiston Green, realizon Bunjaku për 73-60. Topi shkon në anën tjetër, Williams e sheh atje për mrekulli, korridorin Deporton. Max Smith, topi por rrshet. Williams tenton për treshe dhe realizon treshe. Rëzohet po qohet. Green bi Zeqirin tenton, nuk realizon. Madut është aty dhe e përmirëson. Pik shumë të rëndësishme. Definitivisht janë dali Wendell Green. Edhe nuk e lejoj që ekipi i tij. Madut atje. Deporton. Dhe realizon për 67. Max Smith, 26 sekonda deri në fund. Mbrojtje agresive, Madut e vjet topin, shkon dhe ngulit. Williamsin, Martin Morina, tenton, nuk realizon, Cotton dhe këtu çdo që merr fund. Trepça është kampione, përshëndeten Jankovic dhe Adis Beqiragiqi, për herë të dy tresht. Trepça për herë të parë historike me bashkimin, për herë të dy tresht dhe për herë të 6 në histori. 18 trofej Trepçës që nga pavarësimi basketbollit kosovar. Pra, Michael Myers shpallët MVP i seris finale play-offit Pro Credit Superligës, fuqia dominuese në trapez. Flaka dënë tashmë të përgatitur. Dhe momenti final. Klubi basketbollistik Trepça është kampion i edicioni 2024-25 të Pro Credit Superligës.